Përshëndetje, shpirtra të bukur të peshorjes. Mirë se vini në horoskopin tuaj të muajit korrik 2025, ku do zbulojmë se çfarë surprizash ju presin në dashuri, punë, para dhe shëndet. Ky është një muaj i veçantë për të rigjetur balancën dhe për të ndjekur zemrën tuaj me besim. Ndizni një qiri të butë, çlodhuni dhe le të nisim këtë udhëtim astrologjik së bashku. Peshorja e dashuri korrik 2025. Energjia e përgjithshme. Muaji korrik është emocionalisht intensiv për peshoren. Venusi, planeti yt sundues, do të jetë në një pozicion të favorshëm për ndjeshmëri, lidhje të thella dhe pasion, por edhe për reflektim të thellë në marrëdhënie. Faza e hënës së re më 4 korrik dhe hëna e plot më 21 korrik do ndikojnë ndjeshëm në emocionet dhe vendimet që merr në dashuri. Peshoret në një lidhje. Fillimi i muajit, 10 korrik, mund të ndjesh nevojën për më shumë afërsi emocionale me partnerin AN. Nëse ka pasur ftohje apo distancë, ky është momenti ideal për të rindezur ndjenjat. Bisedat intime, netët romantike dhe gjestet e vogla kanë fushi të madhe tani. Mes muaji 11-20 korrik, kujdes me keqkuptimet. Mërkuri sjell pak turbullira në komunikim. Mund të ndodhin reagime të nxituara ose interpretime të gabuara, ndaj është e rëndësishme të flisni qartë dhe pa tone të ashpra. Mundësi për një udhëtim të shkurtër romantik ose një surprizë që sjell afrim të thellë. Fundi i muajit, 21-31 korrik. Kjo periudhë sjell rikuperim emocional dhe thellim të ndjenjave. Peshoret që ndihen gati mund të marrin hapa të mëdha si bashkëjetesa, fejesa apo edhe një rikthim në një marrëdhënie të vjetër që ende ka zjarr. Peshoret beqare. Ky muaj ofron mundësi të bukura për njohje të reja, sidomos pas datës 6 korrik. Do të tërheq persona me energji të ngjashme, të kulturuar, me shije të hollë dhe që vlerësojnë estetikën dhe komunikimin e thellë. Takimet romantike që mund të nisin në ambientet artistike, udhëtime apo rrjete sociale kanë potencial të madh. Kujdes vetëm të mos idealizosh dik shumë shpejt. Njeh më mirë, pastaj hap zemrën. Afër datës 20 korrik do ndjesh intuitën tënde më të fortë për të dalluar nëse dikush vlen apo jo. Këshilla dashurie për korrikun. Vendos për dashurinë që të qetëson, jo që të lodh. Kujdes për balancën mes dhënies dhe marrjes në çift. Rindes pasionin me kreativitet dhe lojë, nuk ke pse të rrish në rutinë. Jepi vetes leje të ndjesh thellë dhe të kërkosh ndjeshmëri reale. Rituali i dashurisë për energji pozitive. Për peshoren, korrik 2025. Çfarë të përgatisësh? Një qiri roz për dashuri dhe butësi. Një trëndafil ose petale të kushe ose roz. Një filxhan me ujë të ngrohtë ose me pak lule livando. Një letër e vogël dhe stilolaps. Një pasqyrë e vogël ose pasqyra jote personale. Një parfum ose vaj esencial si jasemini ose trëndafili. Si ta kryesh ritualin, më mirë rreth datave 4, 6 ose 20, 22 korrik. Pastro hapësirën tënde, ndis qirin roz në një vend të qetë dhe vendos petalet përreth saj. Shto dhe pak parfum ose vaj esencial në ujë ose mbi dorën tënde. Shiko veten në pasqyrë dhe thuaj me zë të lartë ose në mendje. Unë e dua veten time. Jam gati për dashuri të vërtetë. E meritoj një marrëdhënie të butë, të ndershme dhe që më qel zemrën. Përsërite këtë 3 herë. Shkruaj në letër çfarë dëshiron në dashuri. Mos u fokus te një person specifik, por te ndjesitë që do të sjellë një marrëdhënie. Për kujdesje, pasion, mbështetje, dialog i sinqert. Palos letrën dhe vendose poshtë qiririt. Shëndro 5 minuta në heshtje me syt mbyllur dhe imagjino veten në një marrëdhënie ku ndihesh jo e pranuar dhe jo e dashur. Fale veten për çfarë nuk funksionoi në të kaluarën dhe thuaj. Mësimet më ndihmuan të rritem. Tani jam gati të dua më mirë. Fike qirin me kujdes dhe mbaje letrën diku afër shtratit ose në një jastëk për 7 ditë. Këshilla e vogël. Këtë ritual mund ta përsëritësh edhe çdo të premte, dita e Venusit, planeti yt, për ta mbajtur zemrën të hapur dhe energjinë dashurore të pastër dhe aktive. Puna o karriera. Muaji nis me pak tensione në ambientin profesional. Por pas datës 7 korrik, gjithçka nis të stabilizohet. Do të ndihesh më e qartë për prioritetet e tua dhe do marrësh vendime të guximshme drejt fundit të muajit. Datat më të mira për vendime, 11, 18 dhe 24 korrik. Nëse punon në fusha krijuese, komunikimi apo edukimi, ky është muaj i favorshëm për promovim dhe ide të reja. Paratë. Financat janë të qëndrueshme, por kërkojnë kujdes në pjesën e parë të muajit. Mos bëj shpenzime të mëdha nga data 5 deri më 12 korrik. Mund të hapen mundësi për të rritur të ardhurat nga një projekt anësor ose bashkëpunim i papritur. Dita me më shumë fat përpara 21 korrik. Shëndetje e energjia.
Shëndeti i peshorjes në korrik 2025. Muaji korrik sjell një nevojë të madhe për balancë trupore dhe emocionale për peshoren. Si një shenjë ajri që ndikohet nga Venusi, ti je natyrshëm jo e ndjeshëm ndaj stresit, paqëndrueshmërisë emocionale dhe ndryshimeve të menjëhershme në ambient. Shëndeti mendor dhe emocional. Në gjysmën e parë të muajit, sidomos rreth datave 6-12 korrik, mund të ndjesh një ngarkesë të brendshme ose një ndjenjë tensioni që s'ka burim të qartë. Kjo është pasojë e ndikimit të kundërt të Mërkurit dhe Hënës, të cilat ngatërojnë mendimet dhe përqendrimin. Është shumë e rëndësishme të marrësh kohë për veten, të shkputesh nga njerëzit që të lodhin emocionalisht dhe të vendosësh kufi të shëndetshëm. Meditimi, yoga dhe ecjet në natyrë janë terapi të shkëlqyera për ty këtë muaj. Shëndeti fizik. Nuk parashikohen probleme serioze fizike, por trupi yt ka nevojë për qetësi, aktivitet të moderuar dhe gjumë cilësor. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtosh sistemit tretës, sidomos pas datës 15 korrik. Shmang ushqimet e përpunuara, të skuqura apo shumë të kripura. Hidratimi është kyç, të paktën 8 gota ujë në ditë dhe çajra bimore si kamomil, nenexhik apo melis. Këshilla shtesë. Mos e tepro me aktivitetet shoqërore, edhe pse je shenjë sociale, këtë muaj ka momente kur do të ndihesh më mirë vetëm. Mos e lër pas dore ndonjë shqetësim të vogël, nëse ndjen lodhje të pazakont, bllokime ose pagjumësi, ndalo dhe rregullo ritmin. Terapitë alternative si aromaterapia ose masazhi relaksues mund të jenë të dobishme për rigjenerimin tënd. Rituali i muajit. Ritual për qetësi, balancë dhe tërheqje energjie të mirë. Çdo të premte në mëngjes, sidomos më 5, 12 dhe 26 korrik, ndiz një qiri roz ose jeshil. Mbaj pranë një kristal aventurine jeshile ose roze kuarc. Thuaj me zë ose me mend, balancoj energjinë time dhe tërheq qetësi, dashuri dhe bollëk. Ditët me fat në korrik për peshoren. Dashuri 6-17, 26 korrik. Financa 11, 21, 29 korrik. Puna 8-18, 24 korrik. Shëndeti 3-14, 27 korrik. Dieta e peshorjes në korrik. Një dietë e lehtë, e pasur me ujë dhe perime të freskëta do të ndihmojë të ruash balancën trup-mendje. Mëngjes. Kos me fruta pylli dhe faralini. Një lug mjalt natyral. Çaj jeshil ose ujë me limon. Drek. Sallat me rukola, domate qershi, avokado dhe peshk të pjekur. Një fet buk integrale. Ujë i thjesht ose limonad natyrale. Dark. Sup me perime jeshile ose një omlet me spinash. Pak djath i bardhë i lehtë. Çaj kamomili për qetësi para gjumit. Nëse ky horoskop të dha ndriçim apo frymëzim, mos haro të bësh like videon dhe të subscribe kanalin për më shumë parashikime, energji të mira dhe rituale mujore për çdo shenjë. Komentoni më poshtë si ndiheni këtë muaj dhe çfarë prisni nga yjet. Deri në videon tjetër, dashuri, dritë dhe paqe për ju të dashur peshore.